Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim për një temë ndryshe, është një temë për dashurinë. Nëse keni hyrë te kjo video, do të thotë që gjithmonë ka një mesazh për ju. Mos harroni, merrni vetëm atë që rezonon me ju, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Por ju mund të dëgjoni videon e javës që është nxjerr për javën, tema të ndryshme që unë postoj herë mbas here, por edhe videot për muajin prill, sepse aty përfshihet i gjithë muaji. Dhe ky është një lexim i ri, tham, dhe do eksplorojmë, do shohim së bashku se çfarë do na sjelli ky lexim. Dhe vazhdojmë. Dhe këtu shoh që kjo ka të bëjë me një moment ku një person ndihet konfuz. Është dikush që ndëron gjatë gjithë kohës dhe ka shumë fantazi në lidhje me këtë dashuri ose me këtë njohje. Ndoshta është dikush që nuk kupton se ku do shkojë, ose është një person që ka dhe ambicie për të zgjidhur, për t'i dhënë zgjidhje kësaj situate. Mund të jetë dikush, këtu shohim që kemi energjitë shenjave të ujit, mund të jetë nga shenjat e ujit, shenjat e tokës, shenja e gafores shumë fort, shenjat e ajrit, shenjat e zjarit dhe shenja përsëri të ujit. Atëherë, duket që ky person sikur nxiton për të ardhur, ndoshta është duke menduar seriozisht në lidhje me këtë dashuri, por ndërkohë shoh që ndoshta përdor dhe një lloj strategjie. Është një person ku ka pasiguri, ka frikra emocionale ose ndihet i shqetësuar, dhe nuk duron dot ky person që deri në momentin që të vijë tek ju. Ndoshta për një problem të caktuar, për një situatë të caktuar. Shoh që diçka ky person do që t'i japi zgjidhje, ndoshta është ndyrë në situata konfuze, por dhe në situata, diçka është lënë në situatë pritje, dhe ky person merr një vendim për të ardhur drejt jush dhe për të bërë një fillim të ri diskutimesh në lidhje me ju. Ndoshta ky person nuk ndjeu nevojën në një moment të caktuar të bënte një zgjedhje, dhe këtu flasim për dikë që rrëzoi një njohje ose një lidhje, ose shkatërroi diçka që ndoshta ju dëshironi ta ndërtonit së bashku. Gjithsesi, ky person dëshiron të marri këto, t'i rishqyrtoj ose rishofi këto situata dhe për të ndërtuar atë që ky person dëshiron që të ketë me ju dëgjues. Gjithsesi, ky person është larguar nga ju, ndoshta ky person nuk i është përgjigjur një telefonate, një SMS-je ose thirrjeve tuaja, dhe nuk e di, por ndoshta ky person ka bërë të njëjtat gjeste dhe në një moment tjetër, dhe për momentin është në një gjendje jo të mirë, dhe ndoshta dëshiron që të flasi me ju, sepse e shohim që ndihet emocionalisht nga brenda ky person, pak i shqetësuar, dhe për të ndryshuar gjërat. Por ndërkohë shohim që ky person ka dhe një ndryshim, te ky person ka ndodhur një ndryshim i madh shpirtëror. Dhe personi dëshiron të marrë iniciativa, por të vi edhe drejt jush. Dhe këtu kemi të bëjmë me energji, tham, të shenjave të ajrit, ujit, të zjarit. Gjithsesi, nuk e di se si rezonon me ju deri në këto momente, dhe shohim gjithashtu se çfarë do na sjelli kjo situatë.
Dhe shohim që ky person, këtu kemi energjitë shenjave të ajrit, por edhe të tokës. Ky person dëshiron të çlirohet, të japi fund disa situatave që mund ta kenë stresuar, ta kenë tensionuar, në momentin që ky person dëshiron dhe është duke ëndërruar përsëri në lidhje me ju. Ndoshta ky person dëshiron të flasi dhe të çlirohet nga diçka për të bërë këtë, për të rifilluar së bashku, ose mund të jetë dikush që do t'i kushtoj më shumë vëmendje kësaj situate ose në lidhje me këtë dashuri. Dhe vazhdojmë, unë po marr një pako tjetër letrash. Dhe shohim çfarë dëshiron ky person të bëj momentalisht në lidhje me ju. Personin e shohim në pritje. Është në pritje, kemi të bëjmë me energjitë shenjave të zjarit. Është një person që ndoshta diçka ka rishikuar në lidhje me këtë histori dhe është dikush që po vuan dhe dëshiron, është duke pritur dhe ndoshta dëshiron ta rikuperoj këtë njohje ose këtë lidhje që ju keni. Sepse personin e shohim në pritje. Gjithsesi, është një person që dëshirohet të largohet nga problemet, nga situata që ndoshta nga situata largimi që ky person ka pasur dhe dëshiron të vi drejt jush, të hedhi hapa para. Është një person që ka shumë pasion dhe këtu kemi të bëjmë përsëri me energjitë shenjave të zjarit. Është një person që nuk e di, përsëri e shoh sepse ka dalë te 2 pako letrash, kemi paqartësi, frikra emocionale ose ky person dihet i shqetësuar në lidhje me një sekret, në lidhje me një të fshetë, ose ky person mund t'ju ketë ndjekur edhe në mënyrë të fshehtë. Gjithsesi është një situatë besimi më tepër këtu, sepse personi ndihet i shqetësuar, por ka edhe ato shqetësime emocionale, frikra emocionale, pasiguri në lidhje me një sekret ose një të fshehtë. Ky person ndoshta beson që ta ushqej përsëri këtë dashuri. Sepse e shohim këtu, dëshiron të japi një mundësi kësaj njohjeje dhe është një person që është penduar që ka kthyer shpinën kësaj dashurie ose kësaj njohje që ju keni pasur. Ose që ju keni, mund ta merrni në gjitha llojet e situatave. Dhe vazhdojmë, shohim, më falni, çfarë do ndodhi në të ardhmen në lidhje me këtë person, në të ardhmen e afërt. Gjithsesi, këto janë lexime që vlen në çdo moment, në çdo kohë, ju nëse do ndodheni në situata të tilla, mund të futeni dhe të dëgjoni videot me tema për dashurinë. Dhe shohim. Është një person që e ka menduar gjatë, këtu kemi energjitë shenjave të ajrit. Ndoshta ka qëndruar dhe pa gjumë duke menduar në lidhje me këtë histori, me këtë dashuri që ju keni. Por disa shqetësime e kanë lënë këtë person pa gjumë gjatë gjithë kohës, duke menduar në lidhje me ju dëgjues. Dhe shohim, ky person bie i shqetësuar sepse dëshiron një realizim, që ju të keni ndoshta diskutime me njëri tjetrin, t'i jepet një mundësi kësaj njohjeje që keni, por për të realizuar një takim së bashku, por ndoshta për t'u çliruar dhe nga disa situata të vështira. Dhe ndoshta ky person dëshiron të trokasi përsëri te ju. Dhe doli, shohim që një takim, ky person dëshiron dhe është në gjendje pa gjumi, duke menduar gjatë gjithë natës dhe ndoshta kjo ka vazhduar dhe për një kohë të gjatë, për të realizuar një takim në këtë njohje që keni. Ose ky person dëshiron dhe të analizoj ose ka analizuar gjitha llojet e situatave. Ky person ndoshta llogarit edhe rreziqet, sepse shohim që ndihet ka një lloj pasigurie, ndoshta në lidhje me diçka që ka ndodhur midis jush, por personi do përpiqet përsëri për të realizuar një takim në lidhje me këtë dashuri që keni.
dhe shohim edhe diçka tjetër, sepse unë shoh një takim, është një person që e ka menduar mirë këtë gjë, është duke analizuar gjithçka, por ndërkohë ky person dëshiron t'i japi drejtim kësaj situate. Dhe dolëm 2 letra, dhe shoh që kemi energjinë e shenjës së akrepit, të demit, kemi energji të shenjës së ujorit, shenjave të ujit, dhe kemi dhe këtu energji të shenjës shigjetarit, demit dhe peshores, por dhe akrepit. Shoh një ndryshim të madh dhe këtë energjinë e shenjës së akrepit e kemi në 2 pako, që tregon ndryshime të mëdha që do ndodhin në këtë njohje ose në këtë lidhje që ju jeni. Ose që mund të ketë pasur një shkëputje nga këta 2 persona. Gjithsesi, shoh që ju do keni fillime, do të jepni fund situatave të vështira dhe do bëni një fillim të ri me këtë person, që do marri një zhvillim shumë të mirë. Sepse shoh që është një dashuri e pakushtëzuar, janë 2 persona që kanë emocione për njëri tjetrin, por ndërkohë janë dhe 2 persona që do shkëmbejnë këto emocione në lidhje me njëri tjetrin. Po të vëmre këtu, unë shoh një energji femërore që është duke manifestuar për të realizuar ndoshta një bashkim ose një takim me këtë person, dhe shoh një energji mashkullore që është duke analizuar gjatë gjithë kohës situata të ndryshme që mund të kenë ndodhur midis jush. Por ndërkohë ky person do t'i japi drejtim duke pasur një takim së bashku, duke i dhënë fund këtyre vështirësive dhe duke bërë një fillim të ri që të marri zhvillime shumë të mira. Sepse shoh që këtu po lind një dritë shumë e bukur midis jush, është një dashuri që ka pasur tërheqje ose ka pasur shkëndija midis këtyre personave. Gjithsesi, shoh takim dhe fillime dhe zhvillime shumë të mira. Dhe unë do marrë dhe një mesazh nga angjit për ta qartësuar se çfarë mesazhi ju japin në lidhje me këtë histori. Dhe kemi përsëri kemi kalorësin e shpatave, unë do nxjerr edhe një tjetër. Dhe dolën 2 të tjera, do t'i lexojmë dhe këto mesazhe. Gjithsesi, shohim që me kalorësin e shpatave, ju shoh që do merret një vendim, thotë. Ju do të çlodheni nga situata që mund të keni kaluar në lidhje me këtë dashuri, me këtë njohje që keni. Do tregoni ose do keni një energji të jashtëzakonshme, por do jeni dhe idealist. Ky person ose që do vi drejt jush, sepse është personi, mund të jetë dhe një person në udhtim të shkurtër ose të gjatë. Gjithçka do ndodhi shumë shpejt, thotë. Lëreni kohën, të kujdeset dhe të nxirrni ato konkluzionet e duhura dhe të bëni zgjedhjen e duhur në lidhje me këtë dashuri, thotë. Zgjedhja është në dorën tuaj. Dhe është një mesazh fantastik dhe kemi mesazhin tjetër. Te mesazhi tjetër kemi 5-ën e kupave, që ju thotë. Gjërat nuk erdhën ashtu si ju shpresonit në lidhje me këtë dashuri, me këtë njohje ose me këtë lidhje që ju mund të keni pasur, dhe thotë shikoni situatat ose me kujdes situatën që ju ndodheni. Të qashtot të qash nuk është gjë kështu, thotë, gëzohuni për mundësitë dhe ofertat që ju vinë. Dhe këtu bëhet fjalë për një mundësi që do t'ju japi ky person. Dhe mos u përqendroni te humbja e këtij personi, sepse ky person gjërat do ndodhin shumë shpejt në lidhje me ju. Por ndërkohë ju thotë që buzëqeshni, mos qani në lidhje me këtë histori. Dhe kemi numrin 12, është mesazhi tjetër, që është mesazhi Gabriel, dhe ju thotë, mos i shikoni gjërat me dyshim.
diçka do ndaloj, në qoftë se gjërat kanë ndodhur disa situata që ky person është larguar nga ju, atëherë kjo gjë do ndaloj, sepse personi do kthehet përsëri te ju. Është e rëndësishme thjesht që ju të jeni vetja juaj. Ndërkohë, kjo si kartë në tarot është edhe karta e gjykimit, që është një vendim i rëndësishëm që do merret në lidhje me këtë histori dashurie, me këtë njohje ose lidhje që ju keni. Gjithsesi, është e rëndësishme thjesht të jeni vetja juaj. Ndaloni ato përqendrimin në humbjen e këtij personi, sepse gjërat do vinë shumë rrullshëm dhe shumë shpejt drejt jush, drejt kësaj njohje që keni ose kësaj lidhje. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Atëherë dëgjojmë në video të radhës.